Në 5 vitet e ardhshme, ekonomia shqiptare do të orientohet drejt një rritjeje të bazuar te prodhimi dhe shitja në tregjet e huaja. Në fletoren zyrtare është publikuar programi për nxitjen dhe lehtësimin e eksporteve 2026-2030, një strategji afatgjatë që synon të thyejë barrierat që pengojnë mallrat tona të deportojnë në Bashkimin Evropian dhe më gjerë. Ky program vjen në një moment kritik për sipërmarrjen shqiptare. Bizneset prodhuese, veçanërisht ato në sektorin e manifakturës dhe agropërpunimit, po përballen me sfida të paprecedenta që vijnë nga luhatjet e forta të kursit të këmbimit dhe rritja e pandalur e kostove të prodhimit. Për të amortizuar këtë goditje, programi ofron një paketë pasash mbështetëse që fillojnë që nga lehtësimi i procedurave doganore, duke eliminuar vonesat burokratike në kufi dhe duke vijuar me reduktimin e kostove logjistike përmes subvencionimit të transportit për destinacione strategjike. Një nga shtyllat më të rëndësishme të këtij plani është rritja e cilësisë dhe standardeve. Programi parashikon mbështetje direkte financiare dhe teknike për të ndihmuar bizneset shqiptare të fitojnë certifikatat ndërkombëtare ISO, standardet organike dhe certifikimet Global Gap, pa këto pasaporta dhe cilësie, depërtimi në rrjetet e mëdha të supermarketeve evropiane mbetet i pamundur. Në këtë kuadër, shteti do të financojë laboratorët e testimit dhe do të ofrojë konsulencë për menaxhimin e cilësisë, duke u siguruar që produktet tona të mos konkurrojnë vetëm me çmim të lirë, por me standarde të larta. Për më tepër, strategjia parashikon një mbështetje mjaft agresive për markën Made in Albania. Ky proces do të shoqërohet me financimin e pjesëmarrjes së kompanive tona në panajirat më të rëndësishme globale, nga Berlini në Dubai, ku prodhuesit shqiptar do të kenë mundësi të lidhin kontrata direkte me blerësit e huaj. Një risi teknologjike e këtij programi është krijimi një platforme digjitale kombëtare të eksporteve. Kjo platformë do të shërbejë si një urë lidhëse në kohë reale, ku çdo prodhues vendas do të mund të shfaqë katalogun e tij të produkteve përballë qindra blerësve dhe investitorëve potencial ndërkombëtar. Fokusi kryesor i këtij 5-vjeçari do të jetë diversifikimi i eksporteve. Synimi është që Shqipëria të kalojë nga shitja e thjeshtë të lëndëve të para apo produkteve gjysmë të gatshme drejt artikujve të përpunuar që mbajnë një vlerë të shtuar dhe një çmim shumë më të lartë në treg. Qeveria synon që përmes këtij plani të reduktojë ndjeshëm deficitin tregtar të vendit, i cili mbetet një sfidë për stabilitetin makroekonomik.